Jashtë ambienteve të parlamentit, Lëvizja Bashk zhvilloi protestën e tretë kundër varfërisë dhe korrupsionit. Eti, Rama, kuj ke shokën? Kreu i Lëvizjes Bashk Arlind Qori tha se qytetarët janë bashkuar protestës për të kërkuar llogaridhënie dhe për të folur për të ardhmen e shoqërisë. Unë zakonisht kam ftohtë në ditë dimri, po sa herë mblidhemi në protestë, më zjen gjaku nga entuziazmi, nga optimizmi, ku shoh kaq shumë bashkëqytetarë të mi që sfitojnë frikën, sfitojnë pesimizmin, sfitojnë dëshpërimin dhe vinë këtu përpara Kuvendit të Shqipërisë për të ngritur zërin, për të kërkuar drejtësi, për të luftuar korrupsionin. Për 35 vjet i vjedhuri është populli. Populli i Shqipërisë, i cili kur është vjedhur për 35 vjet, e ka të vështirë të rebelohet se po e vjedhin edhe një herë më shumë. Sepse e mban mend se si është rebeluar më parë, por e mban mend edhe se si është tradhtuar, se si është braktisur më parë. Nga këta i duhet që sot janë në qeveri. Protesta e Lëvizjes Bashk vjen pas akuzave të shumta për korrupsion dhe varfërim të qytetarëve.